Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku çudit botë, arat shërojnë në këto sëmundje, ja mosha që duhet i konsumoj urgjent. Arat janë ndër produktet e jashtëzakonshme veçanërisht për nevojat e trupit, sidomos gjatë vjeshtës dhe dimrit. Arat janë në të vërtet një minjerë antioksidantëve efektiv për shëndetin e zemrës, trurit dhe të gjithë sistemit kockor. Gjithashtu edhe për më tepër këto produkte përfshihen në listën e ushqimeve që ndihmojnë edhe në parandalimin e radikaleve të lira. Gratë gjithashtu duhet të përfshin të paktën një grusht me arra çdo ditë, sidomos ato pas menopauze, por nuk mbaron me kaq. Personat mbas të 60-ave për të patur gjithashtu një performancë më të mirë të kujtesës, arrat duhet i kenë në pjesë të dietës së tyre. 5 deri në 8 kokra çdo ditë janë mëse të rëndësishme për të përfshirë në dietën tuaj. Frutat e arrave janë në një koncentrat i acideve lineolike, një substancë që mbron sistemin kardiovaskular, rregullon qarkullimin e mirë të gjakut, ul kolesterolin e keq dhe rregullon normat e tensionit të lartë. Përdorimi i arrave forcon thonjtë dhe flokët, zvogëlon çrregullimet e organizmit gjatë vjeshtës dhe funksionet kundër artritit reumatoid. Në këtë mënyrë mirëmban shëndetin e kockave dhe largon mundësinë e osteoporozës. Studimet e fundit tregojnë se acidet yndyrore omega-3, ku bën pjesë acidi lineolik i arrave, përmirësojnë energjinë të personat që i konsumojnë. Veprimi i arrave si produkt antiinflamator i atribuohet sinergjisë midis acidit elagjik dhe vitaminës C, efektive kundër inflamacionit dhe degenerimit të qelizave. Përfundimisht, omega-3 që përmbajnë arrat veprojnë gjithashtu në tru, duke përmirësuar funksionet nervore, aftësinë të mësuarit dhe kujtesën. Po pse duhet të përdoren veçanërisht arrat natyrale? Për të përfituar maksimumin e fuqive shëruese të arrave, është e këshillueshme të konsumoni ato natyrale të cilat nuk janë nënshtruar trajtimeve kimike. Kështu do të merrni përfitime të larta ushqyese. Arrat do t'japin rezultate të mira në fuqizimin e shëndetit të trurit. Siç e thamë edhe më herët, arrat konsiderohen një prej ushqimeve më të mira për shëndetin e trurit sepse janë të pasur me acide yndyrore omega-3. Konsumi 10 grama arra në ditë përmirëson aftësinë reaguese të trupit në përpunimin e informacionit, kujtesë dhe në përqendrim. Duke qenë se janë të pasur me antioksidantë dhe acide yndyrore poli të pangopura dhe substanca që luftojnë inflamacionin, ekspertët thonë se duhet të konsumoni çdo ditë në të mirë të trurit. Ato ngadalësojnë dhe pengojnë plakjen e parakohshme të trurit dhe ulin rrezikun e sëmundjeve nervore në fazën e mëvonshme të jetës. Arrat janë të mira edhe për të rënë nga pesha. Ato përmbajnë kalori e megjithatë janë të pasur me fiber e cila ju mban të ngopur për më shumë gjatë dhe përshpejton metabolizmin. Studimet thonë se arrat janë ideale për të rënë nga pesha nëse konsumohen me matur. Ato përshpejtojnë djegjen e yndyrnave dhjamore dhe frenojnë gjithashtu edhe oreksin. Arrat janë të mira për shëndetin e stomakut. Përmbajtja e shëndetit të stomakut dhe aparatit tretës në përgjithësi është hapi më i mirë që mund të ndërmerrni për organizmin. Mikrobioma e stomakut ka nevojë për probiotik dhe prebiotik për të ruajtur balancën e mirë dhe të keqe. Ekspertët thonë se arrat shërbejnë si prebiotik dhe rrisin volumin e bakterieve të mira në stomak. Ngrënia e rregullt e arrave parandalon inflamacionin, ishemin, gjithashtu edhe problemet e zorrës së trash. Arrat përmbajnë vlera të larta shëndetësore dhe megjithatë duhet të jenë pjesë e pandare e dietës suaj. Të pasura me yndyrna të shëndetshme për zemrën, vitamina dhe minerale që ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare si dhe në luftën kundër inflamacioneve, një sër studimesh kanë treguar se sa më shumë arror të konsumojnë njerëzit, aq më pak të predispozuar janë për humbjen e jetës në çfarëdo lloj moshe, veçanërisht ndaj sëmundjeve të zemrës. Njerëzit të cilët konsumojnë rregullisht fruta arrore kanë më pak mundësi ndaj të gjitha rasteve të përfshira në studim. Rreth 23% të riskut krahasuar kjo me njerëzit të cilat nuk i konsumojnë. Arrat janë një ushqim perfekt për të konsumuar në mëngjes dhe një alternativë e mirë ndaj ushqimeve të konservuara, por që mbi të gjitha na bëjnë mirë për shëndetin. Arrat do të rrisin nivelin e energjisë trupore. Frutat arrore, pra arrat janë të pasur me energji dhe me vlera ushqyese. Ato janë një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore të cilat ndihmojnë në uljen e kolesterolit.
Studimet tregojnë se dieta mesdhetare e cila është e pasur me këtë produkt parandalon sëmundjet koronare arteriale duke favorizuar profile të shëndetshme të lipideve të gjakut. Arat e bëjnë zemrën më të fortë. Arat janë një burim i pasur i acideve yndyrore omega-3, teje të rëndësishme për një jetë të shëndetshme. Studimet kanë sugjeruar se këto yndyrna shërbejnë edhe si antiinflamator, duke ndihmuar në këtë mënyrë në uljen e rrezikut të presionit të gjakut, sëmundjeve arteriale koronare, hemoragjisë cerebrale. Acidet yndyrore omega-3 gjithashtu ndihmojnë në rastin e sëmundjeve të reumatizmit, si në rastin e skizofrenisë, depresionit dhe sëmundjeve të Alzheimerit, si tonelthisaj. Arat mbrojnë sistemin nervor dhe jo vetëm. Frutat si që anarat kanë flavonoide si karotenoide, luteine të tjera, komponentë që ofrojnë mbrojtje kundër problemeve të radikaleve të lira, sëmundjeve të zemrës, sëmundjeve nervore, sëmundjeve të Alzheimerit dhe atyre virale. Studimet tregojnë se arat përbërës të tyre kanë rezervatrolin që zvogëlon rrezikun e goditjeve arteriale dhe gjithashtu përmirëson shëndetin e gjakut. Arat janë një buroj shumë e mirë për të pasur kockat e forta dhe plot me jetë. Vlerat ushqyese të arave janë të plota, pasi përveç kalorive dhe vitaminave, ato janë një burim i pasur me minerale si magnezi, kaliumi, kalciumi, hekuri, zinku, flori dhe seleni. Kaliumi është një faktor i rëndësishëm i qelizave dhe lëngjeve të trupit, që ndihmon në kontrollin e rrahjeve të zemrës dhe presionit të gjakut. Flori nga ana tjetër është një përbërës thelbësor i shëndetshëm për dhëmbët tuaj. Arat janë një produkt shumë i rëndësishëm për të patur lëkurë të shëndetshme, dhe mbi të gjitha frutat arrore janë shumë të pasur me vitaminën E, një antioksidant i fuqishëm. Vitamina E është e nevojshme për të ruajtur integritetin e membranës së qelizave, të membranës së mukosit dhe të lëkurës, duke mbajtur atë larg nga radikalet e lira. Sugjerohet t'i përfshini arat në dietën tuaj si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese. Fal elementeve të tyre ushqyes do të keni një frut të veçantë për të ndikuar pozitivisht në mbrojtjen e organizmit. Arorët, si pjesë e një regjimi të shëndetshëm ushqimor, janë të dobishme për shëndetin e zemrës. Arat përmbajnë acide yndyrore mono të pangopura dhe shumë ushqyes të tjerë. Për më tepër, ato mund të konsumohen ndërmjet vakteve shumë lehtë, ndonse përmbajnë shumë kalori. Për këtë arsye rekomandohet që t'jeni edhe në përdorimin e tyre. Pavarësisht kësaj, arat janë të mira më shumë se sa ushqimet e tjera me yndyrë ose me krip. Gjithashtu, arat janë të mira për shëndetin e zemrës dhe ulin rrezikun e humbjes së parakohshme të jetës nga sëmundjet e zemrës. Ato mund të quhen të dëmshme vetëm nëse jeni alergjik ndaj tyre, në të kundërt, mund t'i bëni pjesë të regjimeve tuaja ushqimore 5 deri në 8 kokra çdo ditë. Një nga mënyrat se si arat ju ndihmojnë të mirëmbani shëndetin e zemrës dhe të ulin nivelin e kolesterolit të keq, ky i fundit luan një rol kryesor në bllokimin e enëve të gjakut. Ngrënia e tyre ndihmon në uljen e gjasave të mpikse së gjakut, fal të cilës zemra pëson një atak fatal. Vlerat fantastike të arave janë të larmishme në mbrojtjen e organizmit. Arorët janë të pasur me proteina dhe me disa substanca të rëndësishme, siç janë acidet yndyrore omega-3. Këto acide gjenden kryesisht te peshqit aror. Acidet yndyrore gjithashtu janë të shëndetshme edhe për shëndetin e zemrës. Gjithashtu ato janë të mira në mbajtjen larg të komplikacioneve dhe luhatjeve të dëmshme arteriale. Arat janë të pasura me fibra. Të gjitha arorët përmbajnë fibra që ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Fibra luan një rol kryesor edhe në parandalimin e diabetit të tipit 2. Arat janë të pasur me vitaminën E. Kjo vitaminë parandalon bllokimin e enëve të gjakut, të cilat shkaktojnë sëmundje koronare. 80% e përmbajtjes së arorëve janë yndyrë. Ndonse pjesa më e madhe e këtyre yndyrnave janë të shëndetshme, ato duhet të hahen pa e tepruar. Të paktën rreth 40 gram ara në javë janë më së të mjaftueshme për të marrë këto përfitime. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.